Këtu jemi në ambientet e Shpitex Medita. Këtu janë zyrët e Shpiteksit, kishëm kalu prej zyrës parë, se edhe urdhëni. Këtu është zyra e parë e Shpitex Meditës? Këtu është zyra e parë. Tavolinat nuk janë rastësi edhe punëtorët, po e kanë edhe funksionin e tyne. Këtu është Ardiani është menaxher i Shpiteksit, ndërsa unë pak më herët jam më shumë që jap këshilla këtu në Shpitex, edhe për shkak të përvojës, po edhe për shkak të moshës, energjisë jam kumulan të rive me udhëheq. Te Ardiani është pak më ndryshe për shkak se nuk është vetëm menaxher, po është edhe djali jem. Është djali jot Ardiani? Djali jem më i madhi. Ardiani ti. A je mirë? More, si po duket me punu këtu në Shpitex Medita? Po, qëre, për mu është një punë që unë e kumë përzgjell. është një punë që e baj me qef. Po edhe puna po edhe ma qef nëse e ki mundësin edhe me punu me familjorin tanë, kështu të se që me thonë, në gjithmërë jena edhe shok, edhe bob, edhe shefin me po skate këtu. Përbasht është, që më thonë, një atmosferë ndryshe. Do më thonë, je shok me babin, apo jo? Shok, që më thonë, shok, shef, këtë bashkë. A të puna, të është e thirë babi, apo e thirë shef? Jo, të puna e kena një regull që më thonë, mu konkret me një nivel të njejtë. Të më thonë, a është punëtor, a familjar, që si cili, jo është të drejtat, po edhe të atmosfera më konë njejtë, kështu që më puni, thamë, gane. E thirë në emër? Po, e thirë në emër, në shpe bob, po ka njerë nëse kena nëjë diskusion që jene veç në dy, edhe ko nëjë farë pengese, edhe atër e thamë, babi, nalu. Babi nalu, bukur, vedhëm i pyetje kam, Ardiani mos pengoj që jetu ke punuar. Babi ka ardhur nga Kosova në Zvicër. Ti je lindur dhe rritur në Zvicër dhe shkolluar në Zvicër. A ndryshon mentaliteti i një, po marrë shembull babin, ardhur prej poshtë këtu, me një që është i lindur këtu. Pra ndryshon mentaliteti i babit me mentalitetin tënd. Po, qëre, unë e kom pos fotën që e kam nga një në bob, se që më kërsa ti i ri, nuk i shef do sene. Edhe e kom po që bobën e kam një person që shka shku me ku. Edhe normal që ndryshon mentaliteti, se unë jam lind Zvicër, jam rrit këto, i kom krykejt ato fozat e shkullës. Këto edhe që më thonë, paka shumë jam si i përzim me mentalitetin zvicran. Po, që më thonë, rojt prap, brend mi ka thonë besin, edhe që më thonë, unë e gjithmonë jam mundu prej dy kultura, ti marrë senet e mira. Po, gania që më thonë, e kom pos fotin tem që është njeri që ka shku me ku edhe më ka ndihmu. Edhe po të sigurej që i pas ke morë prej dy kulturave gjonat e mira, sepse po kuptohesh nga mënyra e përgjigjes, respekt e puna mbarë, vazhdo. Drejt me tërgu, Altin ka qenë sfid në fillim, edhe kem pas jo pak konflikte, ku e përmene edhe për shkak mendësis, se unë jem rritë në Kosovë, ka marë si i rritë në këto, edhe kem pas një mendësi pak më ndryshe se këta. Mirë po me kalimin e kohës, i kem kalu sfidat edhe pse s'ka qenë për të letë. Bukur. Këtu, po ja prezentoj Drinin. Drini shqiptar dhe kjo? Po, shqiptar, këtë e kem kra djath. Drini në kam bështet prej filimit. Edhe Drini është student, plus punon të në 80% edhe është për administrat, po e kem edhe si gjoker, se ka edhe shkollën e mesme të mjekësis, ku kem nevoj, jo vetëm zyre, por në e krynë edhe pun tjera. Hajde Drin, si po kalon këtu? Mirë, super. Edhe me studime mirë? Edhe me studime super, tash që 4 vjetë jam të Shpitex Medita, punoj me Ardianin, ngushtë punojmë bashkë, mirë përqojmë. Më kam erë shmakullaj vesh, me Ganin apo me Ardianin? Me të dëtë, më të kalëzot drejt, jemi familjarë, jemi rritë bashkë një familjen edhe kejtë marrë me vesh super. Bravo, më vjetë shumë mirë Drini.
Shumë respekt, puna marë. Faleminderit qoftë. Bravo qoftë. Ej, interesant. Një staf i kualifikuar, një staf i mirë, përveç se kjo është shqiptare apo nuk është shqiptare? Vero, kjo është zvistrane. Vero, hej Ja, Vero. Wie geht's es dir? Alles gut? Gut, danke, ja. Ich probiere zum Reden Deutschsprache, aber mein Deutsch ist total schade. Ich probiere. Ich kann auch nicht gut Albanisch, aber ich lerne. Wie geht's in Spitex Medina? Wunderbar, also sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl und ich habe gute Aufgaben da, bin für die Pflegequalität zuständig und ich habe wunderbare Chefs. Okay, also, freut mich, hä? Viel Erfolg. Danke vielmals. Ciao, ciao. Veç ta shëroj, Vero është udhëhecë e kvalitetit të infermierisë. Do të kjo e bën barën kryesore edhe transferin që bëhet prej Shpiteksit deri te Krankenkasa. Okay, bravo Vero. Ciao, danke vielmals. Këto t'ja spjegoj shqip, edhe shkurt, këtu e kemi edhe një punëtore të administratës, kjo punon vetëm 20%, pe marrëdhënien e saj për shkak se këto është Diana. Diana është vajza jeme. Okay. E vogla, atë vajzë e kam në shpe quj princesë, se tham kush ka vajza botën ka. Diana punon si mësuese primare 60% në shkollë, në Klotën, edhe 20% vjen animon Shpitex, edhe i ndihmon Ardianit në bildung në shkollën. Bravo. Për shkak që është edhe mësuese. Është mësuese në shkollë shtetërore apo Në shkollë shtetërore, po. Në filloren apo në çfarë? Është prej klasës 3 deri klasën e 6. Prej klasës 3 deri në Ka klasën e kryer 6. studimet këtu në Zyrich, po. Bravo qoftë, bravo i qoftë, bravo i qoftë, bravo, respekt. Vazhdojmë nga një tek zyra tjetër. Këtu Këto dy vajzat, këto janë shtylla kryesore e Shpiteksit. Po ja prezantoj Drenushën. po. Pastaj dalim te Albulena, Drenusha. Okej, Drenusha, kush është Drenusha? Drenusha si je? Si kalove? Ai mirë. Ciao vën. Çfarë të punu? Bravo qoftë. A je të mujt me punu? Po. Okej, çfarë do bëu konkretisht? I analizojmë datat e klientave, i marrim në sistemin ton, i përpunojmë përgjithësi krejt informatat që i marrim na për vizitat që shkojmë te klientat. Okej. Edhe i përcjellim informatat e rëndësishme te përgjegjësi shëndetësor të klientave, domethënë Gania ose Veronika. Okej. Edhe këtu janë punët tona. E kënaqur në Shpitex Medina? Po shumë. Shumë e kënaqur. Shumë. Shumë punë të mbarë. Faleminderit. Respekt, bravo. Këtu ja prezantoj Albulenën. Albulena na hapi derën, Albulena. Albulena. Albulena si po kalon? Mirë, E super. cila është pozicioni i punës tuaj këtu? Njëjtë si pozicioni i Drenushës. Një si Drenusha këtu. E kënaqur? Po, shumë e kënaqur. Okej, bukur shumë. Shef Ganiu është i mrekullueshëm besoj. Shumë. Shumë shefi mirë, edhe Ardiani edhe Ganiu. Të dy, pra. Okej. Mirë shumë mirë Albulena. Suksese mos pengojnë punë sepse jeni në orar pune, se kështu që s'kam dëshirë të pengoj. Po. Vetëm ta shtoj kur bisedum për mungesë të personalit. Po. Na ke marrë vendim prej këtij viti, do thot prej verës, këto dy punëtorët më të zgjashme që i kam, fillojnë studimet e infermierisë këtu te na. Studimet e infermierisë fillojnë tek ju. Shpitex Verës, Medina. janë procesin e pranimit shkollës, po do të prej këtuit e kam mundësi për me kry shkollimin, edhe jam shumë i lumtur që kam pranuar për shkak se kjo është armëria e profesionit tonë. Bukur. Faleminderit dyave. Mirë shumë mirë. Çfarë shefi rova? Çfarë shefi? A ka lezet më të madh se sa shefi ju livdoni dhe thot faleminderit? S'ka leknasi më të madhe, sepse Dash zoti që normal unë jemi mësuar, po flas për vete sipas përvojës që kam shikuar dhe dëgjuar dhe i kam parë, që shefi apo shefat në disa vende nuk e tregojnë meritokracinë e punëtorëve. Pra nëse ti e bën punën mirë dhe ti e bën punën mirë, shefi thot punojnë. Pra nuk e thonë të vërtetën, po kur e tregon të vërtetën është sukses i dyfisht edhe për juve, sepse ju jep motiv për të punuar dhe për të ecur përpara. Kështu që jam kundër atyre shefave që nuk e tregojnë meritokracinë ndaj punëtorëve të tyre. Atëherë unë e kam mësuar shumë edhe prej Robert Bosch, Bosch është shumë i njohur. Ai thotë nëse don një firmë me çu përpara, dosh me respektu punëtorët. Okej. Bila i thotë për me gjetë një punëtor të mirë, dosh mu sjell mirë me punëtorët që i ki. Shpiteksi shkon përpara veç të i falendëru punëtorët. Na i kryjmë shërbimet e infermierisë, mirë po si Shpitex na kryjmë edhe shumë gjëra tjera që janë me rëndësi për
shikurësit e juve. Të shpiteksi është që sigurimi shëndetësor i merr gjitha harxhimet, po vetëm për infermieri dhe për kujdes trupor. Po njerëzit ka nevojë më shumë se sa veç me shku për shembull mi pastru të shtëpia ose me javdhon tabletat. Kur tregova pak më herët se shteti zvicran e ka pa që ka mungesë të personalit, ka filluar me bë edhe koncepte të reja për me mundësu njerëzve ma shumë me nejtë në shtëpi, pa pas me nevojë me shku me një institucion. Arsyet jonë shumë thjeshta. E para është se me shku me një institucion, automatikisht çdo person e humb një pjesë të autonomisë. Për shkak se në institucion kur shkojsh, atëherë nuk kiti mundësi me vendos gjithçka për veti, po vendosin ata që janë të institucionit. Ndërsa me nejtë në shtëpi, autonomia është më e madhe se vendos vetë. Mirë po, për me nejtë në shtëpi, të nevojitet edhe me pas ndihmë. E përveç shpiteksit, se shpiteksi nuk mjafton për me nejtë në shtëpi, atëherë kantoni Zyrihit është shumë para me koncepte, e kanë bën edhe një koncept tjetër që quhet sebe, vjen prej Selbstbestimmung, ose shqip me kthy vetë vendosje. Do thotë ti vendos vetë, në qoftë se rrin në shtëpi, edhe shteti financon për ty. Jem institucioni i vetëm shqiptar që jem të licencum në kantonin e Zyrihit momentalisht, ka mundësi që edhe dikush tjetër është në proces, po në bazë statistikave që e kom shequr sot mëngjes, jem të licencum. Ky koncept vlen vetëm për personat prej 18 deri 65 vjeç.